Nëse Partia Socialiste është monumenti hajdutërisë, Partia Demokratike është monumenti budallëkut. Nuk ka kuptim tjetër, se unë nuk arrit kuptoj se si ata njerëz që kanë organizuar atë lloj sherrri, atë lloj, ku di unë, shernaje pa pikën e kuptimit, mendojnë se mund t'i mbushin mendjen një njeriu të vetëm. Pra si ti mendon që një njeri normal që të shef nga televizori të thot ty bravo? Nuk ka pikën e sensit. Pra ose je mishërimi budallëkut politik, ose mund t'jetë kjo tjetra, ata aty që bëjnë atë sherr, ata thjesht bëjnë kalkulime shumë të vogla politike. Me fjala, Berisha thot, hajde bëjmë rrëmuj që të mos jetë vëmendja tek sherri brenda partisë. Ka nisur lëvizje brenda PD-s, që vën dyshim Sali Berishën. Atëherë Sali Berisha thot, më mirë zihemi aty e rrihemi me gardistët që të harrohet sherri politik brenda nesh. Të tjerë deputet të PD-s që mund të jenë të kompromentuar, për shembull ata që i kanë dhënë firmën e Endri Shabari, ta bëj radikalin pikërisht për të harruar budallëkun tjetër që kanë bërë dhe kompromentueshmërinë tjetër që kanë bërë. Shija Belind Klliçi, si Mundu Sumoj, aty që zihej me gardistët. Këti i dolën mesazhet me drejtorët e Ballukut, që i çonte Balluku njerëz apo financime për protestuar para Bashkisë Tiranës. Pra, këta janë aq të kompromentuar saqë më mirë të bëjnë një zhurmë të madhe, ku njeriu mund t'i shaj, po t'i shaj për zhurmën dhe jo për faktet kompromentuese janë nga pas.